A munësh me dominu tregun muzikor pa label? Që, tregoj une. E ki dorë, sa më re ki dorë, është një bari ke për veti, ta shpekisht si mundor. I should just let it slide, man, unë e veç të me ride it. Sëmri vika vene jem, plej për cilër si me qapa, vika vene jem, rritë shumë bisa si Lady Gaga. Në tregjet muzikore në përbot, do të pa tjetër me pas një label të madh që më u boj njohur. Ta qesin kongën në playlista, ta bojnë PR-in, video të shtrejta, e të lidhin me njerëz të duhur. Paktën menojnë që të lidhin me njerëz të duhur. Por në vitin 2025 ka ndru komplet loja. Artistët në studio të vogla lokale po prodhojnë muzikë me video thjeshta e ta merr komplet vëmendjen nëpër platforma e sidomos në TikTok. Strategjia e TikTokut ndallim me vitet e kaluara është që nuk i nevojë për miliona, veç për angazhim. E pse po funksionon kjo edhe pa label? Qysh prej pandemisë e kënej, nuk është që kena nevojë për lidhje në jetën e përditshme. Senat po kuptohen prej bisedave online. E saj përket muzikës, një beat e fortë, edhe një refren që ta ka veshin, mjafton që ti me kaplu rjetin edhe njerëzit me u ndërlidh me ty. Na gjithë kena pas ritmin në gjak, prej darsmave deri te klubi. Po të njëjtën ku, plusi më i madh në industrinë tonë është mbështetja e diasporës. Prej Gjermanisë deri në Zvicër, Amerikë, kudo, diaspora shqiptare është shumë aktive në përjete, e sidomos në TikTok, e normal që bëhen gati për verës me call clubin. Kështu që këngët nga Kosova s'mbesin lokale për shumë gjatë. E kur s'ka label, s'ka barjera, artisti postojnë vetë demot. I qëtë fala, motrës president, dhe sa parja prostitutës o ma e porta e ferës. I testojnë këngët në live. Që dogla unë jom evropian, kom qytetin si në Afganistan. Edhe bojnë leaks qëllimisht me bo ma shumë buzz. Artistët nga Kosova janë ekipet vogla, po me vizion shumë të madh. Edhe kjo përputhet perfekt me çka kërkohet sot. E ju tregoni, so besoni që mundu me shku për para e me kap një treg edhe ma të madh. E në të njëjtën kohë, follow Urban FM në krejt platformat sociale e subscribe në YouTube.